Nisi këtë të martë aksioni për prishjen e ndërtimeve mbi kanalin e urave të larta në lagjen 15 tetori për zgjidhjen përfundimtare të problematikës së përmbytjeve. Në vijim të angazhimit për zgjidhjen e një prej problematikave më të rëndësishme që prek qytetin gjatë sezonit të rreshjeve, ka nisur kështu ky aksion për prishjen e ndërtimeve të ngritura mbi kanalin e urave të larta. Ky aksion që është ndjekur nga afër këtë të martë nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, është një pjesë e një plani të gjerë ndërhyrjesh për pastrimin dhe rehabilitimin e plotë të tij, me synimin garantimin e funksionimit normal të kanalit dhe eliminimin e rrezikut të përmbytjeve që prej vitesh kanë sjellë pasoja për qytetin. Ndërhyrja konsiston në largimin e strukturave të ndërtuara mbi kanal, të cilat kanë penguar rrjedhën e ujrave dhe kanë ndikuar drejt për drejt në përkeqësimin e situatave gjatë rreshjeve intensive të shiut. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka theksuar se procesi do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe duke mbështetur nevojat e banorëve me programet për strehimin social. Aksioni për pastrimin e kanalit të ujrave të larta të qytetit të Vlorës, një kanal i cili ka impakt direkt në përmbytje, është në një fazë të ndjeshme. Kjo është banesa e parë, tek rruga e re ka disa banesa të tjera, të cilat illustrojnë procedurave ligjore bazë të njoftimeve të marrin masa për të larguar nga këto banesa, sepse ky aksion nuk do të ndalet deri në pastrimin e plotë të vet. Duhet kërkojmë suportin e qytetarëve, sepse ky kanal është shumë i rëndësishëm për qytetin, është një nga shkaqet kryesore që Vlora është përmbytur sidomos në zonën historike, ku pati impakt dhe dëm ekonomik në gjithë bizneset e zonës historike. Nisi aksionit për prishjen e ndërtimeve mbi kanalin kryesor në lagjen 15 tetori vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes afatgjatë të problematikës së përmbytjeve, si dhe përmirësimin e sigurisë së cilësisë së jetesës për qytetarët. Nga ana tjetër, Bashkia e Vlorës i bën thirrje të gjithë qytetarëve për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë zhvillimit të këtij aksioni në funksion të një qëllimi të përbashkët, një qytet më të sigurt dhe më të mbrojtur nga rreziqet natyrore.